Përshëndetje dhe mirë se erdhën në një tjetër video në kanalin tim. Unë jam Wendy për të gjithë ju që po më shikoni për herë të parë. Atëherë, çfarë do bëjmë sot? Është shumë e rëndësishme, jemi vetëm një ditë para pushimeve tona. Kemi, nuk e di, që mbase në muajin e mjaltit që pushime në plazh, tamam. Pushime nuk kemi bërë. Vjet në 2024 kemi shkuar pra vetëm disa ditë në Kroaci, 3 ditë, dhe pastaj unë kam shkuar gjithkohë në Shqipëri, duke qenë se kam pasur babin. Dhe tani jam shumë e lumtur që më në fund të shkojmë në pushime, të qetësohemi dhe ta shijojmë. Por kam disa gjëra që më duhet i blej në qytet përpara çdo gjëje dhe prandaj thash ju merja me vete, të bënim valixhen bashkë, shikoni se si e kam dhomën. Kam nxjerrë të gjitha gjërat dhe nuk e di çfarë do marr më parë. Janë 8 ditë pushime, do shkojmë në Tunizi dhe me zi po pres. Atëherë, së pari do shkojmë në qytet sepse unë kam marrë një rip që e mora dje nga këto ripot që ka dalë në mod tani që vendosen tek fundi dhe më dua për këtu poshtë. Shikoni? Është shumë i vogël, kështu që të shkojmë të marrim një më të madh. Dhe për fat të mirë e kisha edhe faturën. Nuk është se ishte shumë, ishte diku të 9 euro sa ishte, nuk është shikoj. Po, 10 euro ripit, një po mua nuk më bënë, kështu që gjëna. Dhe para se të shkojmë atje, kam për të dërguar edhe 2 porosi. Kam për të dërguar mbrap 2 porosi të kshini. Kështu që kam marrë të kartonin. Edhe po i vendos 2 porosit. Dhe kam bërë online pra pjesën e kthimit të porosive, ishin 2 fustan që unë kisha menduar që t'i merja në pushime, por nuk më pëlqyen, ishin shumë të tepruar, kështu që po e mbyll këtu dhe po shkoj njërë në post, pastaj në Trier. Fillimisht do shkojmë në një dyqan ku do shikoj t'i blej Stefani një palë kufje, sepse i ka humbur kufjet e tij të mira dhe duhet të blem një palë kufje shpejt e shpejt, sa që t'i ketë për avion dhe që kur të shtrihemi në plazh, të ketë mundësi të dëgjoj librin e tij apo muzikë edhe të relaksohet. Kështu që ai është për ta dhe unë po shkoj që t'ja blej. Kështu ka pasur gjithmonë kufje dhe karikusa. Ose i kanë çuar diku tjetër. Kërkoj. Kufjet i gjeta, ja ku janë, mora një palë kufje shumë të thjeshta, si që thash, për atë qëllim që na duhen, edhe drejt për në qytet. Në qytet gjeta pastaj disa shapka, sepse për shumë nga pishina, për në tualet apo për në dhomën e hotelit, mos të vesh Stefani gjithkohës atlete apo këpuc. Unë për veten time i kam shapkat e mia, kështu që vetëm ati i mungonin. Ndalesa e radhës është ky dyqani drogeris, ku më duhet të marr një sprej për myshkonjat, sepse një kolege ime të puna më tha që merre një sprej sepse mund të duhet, kështu që nuk e dija fikse çfarë duhet të merrja, por nuk do merrja edhe diçka që ishte shumë e lirë. 2,75 €, kështu që po mendoja të merrja këtë tjetrën, është pak më e madhe, por edhe duket që të mbron jo vetëm nga myshkonjat, por edhe nga insektet në përgjithësi. Nuk e di çfarë ere do mbaj, mbase duhet ta kisha provuar, por rëndësi ka që të bëj punën, kur e thon. I bleva pjesën e kufjeve të Stefanit, bleva sprayin për myshkonja, tani do më duhet të blej më duhet një kështu që të ndriçoj për shembull trupin. E keni parasysh sepse do veshim rroba banje, mos të duken ato celulitat. Dhe këtë po përpiqem të gjej, dhe s'po e gjej dot. Mbase do pyes dikë. Në gjitha të dyqan të madh, nuk kishte as edhe një nga këto vajrat për trupin që ndriçojnë. Kështu që
Të pak të ndaloj shiu dhe të shkoj tek firma Ritual. Shpresoj që këtu do gjej se këtu ka shumë produkte për trupin. Pastaj do ndryshoj dhe ripin edhe mbaroj, jam shumë e lodhur, do t'i në shtëpi. Më duket se i gjeta që nga shumë shtrenjtë, por duket çik si që duam. Okej, edhe kjo dhe që nga pak më i lirë. Ta provojmë. Sa po arrita në shtëpi, edhe jam në një mëdyshje shumë të madhe se çfarë do marr me vete në Tunizi, çfarë nuk do marr. Nuk është se është super verë, por është shumë ngrohtë. Kështu që jam shumë mëdyshje se mos marr gjërat e gabuara. Edhe pastaj atje kush rri blen. Kështu që nuk e di. Erdhi direkt luk. Kështu që do mendoj që ti marr për shembull veshjet me radhë. Për shembull dita e parë, dita e dytë. Çfarë mendoj që të vesh, që mbase mos marr gjëra të gabuara. Okej? Ditën e parë do vishemi normale, rehat për në avion, kështu që nuk po llogaris, po do shkojmë atje në orën 7 të mëngjesit dhe besoj nga hoteli për një orë mund të jemi në orën 9. Kështu që po marr për paradite. Po marr këtë fustanin e bardhë të lëshuar sepse është edhe i holl, edhe jo shumë i hapur dhe shumë pranveror. Besoj që ditën e parë ne në hotel do rim tek piscinat, mbase tek plazhi, kështu që ky është outfiti i parë për ditën e parë. Pastaj do mbarojmë, do shkojmë në darkë, do bëhemi gati që të shkojmë në restorant. Për atje, në restorant, pra, po mendoj, Po mendoj këtë fustanin e Zarës, shumë i bukur, komplet me pika dhe me korizin të hapur, kështu që kjo do jetë, si të thuash, dita e parë. Lea, po çfarë bën më Lea? Atëherë, shkojmë në dita e dytë. Pra, besoj që ditët do jenë të ndërthurura midis gjysmën e ditës plazh dhe pastaj një aktivitet apo një aktivitet paradite dhe gjysmën plazh, kështu që unë po marr këtë fustanin këtu, që është shumë veror dhe është për të dalë, por edhe nëse kemi për të ecur, mund ta vesh këtë edhe do jetë shumë rehat. Gjithmonë në fund do marr disa këmisha që t'i hedh sipër, sepse në Tunizi nuk e di se si janë rregullat dhe do doja që patjetër ti respektoja rregullat e vendit ku po shkoj, që do të thotë nëse në një xhami do të thotë do jetë mirë që të veshim krahët diçka, atëherë edhe unë do marr këmisha në fund. Ky është outfiti i parë për ditën e dytë. Outfiti tjetër, po mendoja të shkoja me këtë fundin e gjerë edhe të gjatë. Do kem dhe aksesor ripa. Këtë për shumë mund ta vesh nëse do dalim jashtë, sepse është i gjatë edhe më duket që respektoj kulturën e tyre. Dhe pastaj do marr disa bluzka që t'i kem, për shembull kjo që t'i kem, do më thënë ja për shembull me këtë fundin, do marr këtë topin, do marr, çfarë do marr tjetër? Çfarë është kjo? Po, kjo këmishka, që edhe këtë mund ta vesh. Kështu që do ta gjej atje se me çfarë do ta vesh, okay? Kështu që u bën 2 ditë. Mbush. Dita tjetër, për paradite, për të dalë, do marr këtë fustanin super cute, që është i preferuari i Stefanit. Shikojeni, është me dekolte të hapur, mirë po shumë e shtrënguar dhe është i gjatë dhe ka xhepa këtu.
është do me thënë super dhe klasik dhe sportiv në të njëjtën kohë. Dhe pastaj për në darkë, do shkoj me këtë fustanin e kuq që ta vesh atje në restoranti, ti bëj dhe buzët e kuqe. Është një fustan që nuk e di ku e ka marrë në zafull dhe kurizin e ka komplet të hapur dhe është i ngutë deri në fund. Që voilà. Ikën 3 ditë. Dita e 4 po mendoja këtë fundin e gjatë të zi, që prap do kem ripa, do kem aksesor që do bëhet më i bukur, dhe këtë po mendoja ta vishja. Ose me këtë pjesën e topit të thjesht, dhe le ta vendos një brenda. O Luk, qa hashtu? Ose mbase edhe me këtë kanatjerën, do t'i marrë që t'i kem me vete, sepse edhe shumë vënd nuk është se më zenë këto. Dhe gjëja tjetër që kam, edhe që do t'a marrë, është ky korseti këtu. Mos mirëzo robat, edhe këtë, apo kjo do jetë për një ditë tjetër besoj. Kështu që e mbyllëm, kjo qa ishte? Paraditja e ditës së 4. Okej, mbas dite, qa të vendosim? Këtë fustanin. Këtë fustanin që është i gjatë, fantastik, me këtë pjesën gjysma të bardhë edhe gjysma të zezë. Pjesa sipër është goxha e qëndrueshme dhe pjesa poshtë është kështu si çarçaf, por është shumë i bukur. Kështu që ikën, çaj bie 4 ditë. Dita e 5 kam një fustan kë, shiko sa cute. Super cute. Nuk e kam veshur akoma, është me etiket, për dita është fantastik. Edhe mbas dite, besoj që mund të vesh një ditë edhe këto pantalona që i kam marrë në Stradivarius, të gjera, pra në dark, dhe t'i vesh me këtë korsetin këtu. Ikëm 5 ditë. Zgjidh mirë Wednesday dhe 2 ditë, të zgjedhë gjërat e dukura. Okej, bluza mora sa të duash, kështu që po marr pantallona. Ti kem për ditë këto bezhat, linoja është gjithmonë një must. Dhe një palime të bardhë kam akoma. Ja. Që do duhet t'i e kuros. Ti marrim dhe këto, sepse për pushime janë një must. Ta marrim këto apo jo? Okej, çfarë kemi tjetër? Këtë bustan kam shtu. Base për një dark. Okej, dhe besoj u bën 6 ditë. Mendoj që kam mjaftueshëm, Okej, po mendoja të merja edhe këtë fustankën, se ky është me krah të gjata dhe mund ta vesh edhe në dark, mund t'i vendos një rip edhe do ngjaj shumë bukur. Kështu që besoj nga rroba tu kompletova. Kam nxjerrë dhe ca gjëra të tjera këtu, po nuk besoj se do marr më. Okej, do marr këto rroba banjet e bardha që i kam blerë në Shein. Kanë edhe këtë pjesën e kësaj, ku i qënë si thonë, kimonos, por më duhet ta sistemoj pak të kimonon, se mua ashtu më këput herës tjetër,
mbase gjej një karfice dhe ta rregulloj. Dhe kam dhe një par robobanje të zeza. Dhe pastaj do marr edhe një palë truka. Edhe këto robobanje të zeza janë shumë të bukura. Dhe pjesa poshtë. Për sa i përket aksesorëve. Okej, edhe siç thash do marr këmishka. Do marr këmishka, një, do marr edhe një tjetër ngjyrë roz, 2. Do t'i fuz brenda. Dhe pastaj aksesor, ky ripi kaf. Shumë i bukur. Edhe një rip tjetër i zi. Shumë bukur edhe ky. Të marrë kështu fjonçka sa të ke mundësi, se mirë më bëjnë. Do marrë për sa i përket këpucëve këto sandalet që i kam blerë të Deichmann, janë super të reja dhe i kam marrë për pushime, më pëlqejnë shumë dhe janë shumë të rehatshme. Do marr këto shakat që po ashtu për pushime janë super të rehatshme. Edhe do marr një palë sandale që t'i kem kur të bëjmë këto veshjet klasike. Kështu që këto të treja do marr, nuk kam çfarë të marr gjë tjetër për sa ju përket këpucëve. Dhe robobanjet po ashtu nuk është se do marr gjë tjetër. Vetëm do marr një palë trupore që nuk e di tani ku i kam. Si mendoni, do marr extensionat e flokëve patjetër, ti marr edhe këto paruket të bëjmë një tip pjambe në Tunezi? Do t'i marr, se nuk më zën shumë vend. Jetë t'i fundë një qese që mos më prishën. Marrim kremin e diellit, do marrim shampo, do marrim këtë për flokët, do marrim këtë për mushkonjat, për insektet, që mos na hanë insektet, dhe pjesën për dredhjen e flokëve, kështu që akoma s'kemi mbaruar, nuk e di si do ja gjej fundin. Er musste schon timesheets von... Gati për pushime! Sa po kemi ardhur në aeroport, do bëjmë tani check-in-in, ready to study. Sa po kaluam dhe security check, pra çantat, të gjitha, dhe bërëm check-in-in, jemi në aeroport, aeroporti është shumë i bukur, do t'ja u tregoj. Në orën 5:30 bëhet boarding, ora është 5, kemi pra diku të gjysmë ore kohë, mbasi të marrim diçka të shpejt për të ngrënë. Sepse nuk është se kam uri, po nuk e di barku. Nga që është mëngjes, dua të ha diçka me sheqer që të zgjohem. Kështu që po pres Stefanin, gati jemi të tërë. Hajde zemër. Hast du Passport? Boarding pass? Pour toi, mon chéri. Stefani ka një pikë të dobët dhe të fort, duhet patjetër që t'i mbaj të gjitha dokumentat me vete. Sepse po që se nuk i ka Stefani, duket vetja si kërët lakuriq. Okej, welche Gate sind wir? A01. A01. Ich glaube aber Essen ist ja das andere, Schatz. Ich glaube nicht, dass es mehr hier gibt, oder? Also bei der Kaffee da? Da kommen wir ja gleich. Echt? Ist das hier rundherum? Ja. Wow. Aber wir müssen dieses Mal nach da. Das heißt, wenn wir zu den Cafés wollen, wäre es da. Aber weil wir... Sa po nisëm, të shumshinë në Luxemburg, fluturimi sa po të dalë ishte leca shumë të dalë, kështu që jam shumë e lumtur që jetojmë që të ishte lektore të tentura se që shikoni duket si një det i parë, edhe një mund të shikojnë të fluturimi në qelë. Gjatë fluturimit kishim një surprizë të vogël, vetja që Luxair të jepte dhe
është ajo? Lëng tomate. Me piper. Jep. Lëng është shqip apo jo? Po. Ja, hier. Oh, çfarë ti ke thënë? Prochainement sur de l'autre. Nous vous disons maintenant au revoir et nous souhaitons un agréable séjour. Les passagers amici scherzen kommt zum Monastär. Deze zit in de Venezuela omstreeks 20 istočnalci. Mirë se erdhëm në monastir. Edhe në Afrikë. Koha duket fantastike. Udhëtimi shkoi perfekt. Tani duhet të bëjmë kontrollin e pasaportave që do dalim. Dhe kështu. Mezi pa pres të shikoj hotele. Sa po erdhëm Madame Capri dhe Mr. Bellite. Pse jo 2 herë Bellite? Ha? Pse jo 2 herë Bellite? Po pse këtu ora 17 zemër? Unë se kam vënë ora 17. Takim Madia. Ah, okej, më fal. Sot është 16 data. Heute ist 16. Sot në orën 5. Kemi një takim me agjensinë turistike. Çdo gjë deri tani ka shkuar super. Edhe moti duket shumë mirë. Busi jonë është 70.000. Ah, okej. Activez la casette périphérique على قناة السردة تمتع بفضل يدخل validité وحتى الدولة وشيء غادي يرجعوا بالمرجع الموسيقى والجميل اللي أعطاك ليس Du kan tas öppna den med designen Po arritëm në hotel, na solli autobusi deri këtu, nuk kemi parë gjë akoma, na vendosën vetëm këtë buzulukun, nuk e di pse, domethënë që të hyjmë dhe të dalim gjithmonë. Tani duhet të plotësojmë këtë formularin. Achso, hast du mal gerade meine neue Telefonnummer für mich? Putu 100 euro. O, co to ja? Sa po arritëm në hotel, ndodhi diçka që nuk më pëlqeu. Ne ishim në hotel në orën 10 e pak. Dhe ata të hotelit na thanë që në orën 2 është check-in-i dhe deri në orën 2 rrini ku të doni. Domethënë, mund të rrini këtu vërdall, po nuk vini në dhomë, domethënë ne të lodhur. Edhe nuk e kuptoj sepse kur ne erdhëm pra me paket, që do të thotë nuk është se mund të jepja orar në hotel kur mund të vija dhe kur jo. Dhe më duket shumë jo lumtur, jo bukur, kur ne 4 orë duhet të prisnim aty edhe të lodhur me çantat, kështu që kjo gjë nuk më pëlqeu, me thënë drejtën. Dhe sa erdhëm në hotel në orën 2, kemi fjetur deri tani në orën 4, ishim pastaj të lodhur, hëngrëm pak në orën 12:30 dhe pastaj ishim të lodhur. Sa po erdhëm në hotel, patjetër që kur mendon që vjen në resort me kaq yje, dhe kur vjen ku digjon me të gjitha të përfshira, mendon që okay, janë pak më mirë të organizuar. Në dhomën e hotelit nuk kap interneti. Kështu që duhet të blem patjetër një kartë SIM, sepse edhe mërzitesh, edhe për shembull do të flasësh me njerëz dhe tu, se patjetër që ku digjon i ka thënë malli, meraku, është një urgjencë. Vim të në dhomë dhe këtu nuk ka për shembull asnjë shishe ujë. Është një frigorifer, por nuk është se ka asnjë lloj gjëje që mund të gjesh aty brenda.
Do ta provojmë me Stefanin. Këtu jemi në një zonë që është vetëm për turistë. Këtu ka vetëm hotele. Do t'ja tregoj pamja e hotelit, është shumë e bukur, por nuk gjetëm asgjë në dhomë. Kështu që tani unë do sistemoj vetëm rroba, do sistemoj çdo gjë. Do të shikojmë çfarë do bëjmë. Nesër mbase do t'ju bëjmë një home touri, sepse vërtet që sot jam shumë e lodhur dhe nuk kam fare nerva nga gjithë këto për të xhiruar. Edhe është shumë ftohtë. Unë kam marrë vetëm fustanka, siç e dini ju. Kam marrë edhe disa pulovra, po jo shumë. Do ta shikoj çfarë do vesh. Unë jam përgati, kam vesh me një fustan, me sandale dhe me golf. Si në fshat. Stefani është poshtë, po takon atë personin çai thot, e agjencisë turistike që të bëjmë booking ndonjë udhëtim. Pamja shumë e bukur, po ja u tregoj shumë pak edhe pastaj shkojmë poshtë Stefani. Dhe ja ku është plazhi, menduam që para se të hanim darkën, sepse nuk kishim shumë mori, të bënim edhe një xhiro këtu në deti, edhe pse ishte shumë ftohtë. Unë përveç golfit mora edhe një shall me vete dhe nesër e ka dhënë për kohë shumë të mirë, kështu që po shikonim se ku do shtrieshin dhe ku do ishin çadrat tona. Ishte vërtet shumë bukur, më kishte munguar kjo zhurma e detit, edhe sado që deri tani kemi disa rezerva të vogla me hotelin, por kur shikojmë këtë natyrën këtu thjesht mahnitemi. Kështu që më shumë do t'ju tregoj nesër.